në lidhjen e Lezhës, është caktuar ministri i Është personazhi. Ne rrjedhim nga kjo familje, por kuptohet i thon 500-600 vjet në 18 bresa. Zaria mos ka qenë personazh i një grindje ndasme e Skënderbeut me Lek Dukagjinin, apo me sa më kujtohet nga historia e Skënderbeut? Ka qenë kemi të bëjmë me Zaria Gropën, jo me emrin Zariu. Jo Lek Zaria, me Zaria Gropën. Po, janë grindur, nuk e di. Po jo, kanë bërë dy luftim me armë në dasmën e Skënderbeut, sepse janë grindur. Nuk po, jam i sepse sigurt. Po ajo duket se Zaria Gropë. Nuk jam historian dhe nuk jam futur thellë, por di që rrjedh nga kjo familje, jam thjesht një histori familjare. Edhe ne për shkak të një parit ton që ka pas emrin Nikola Gropa, kemi marrë emrin Nikola dhe kemi përdorur deri në fund të epokës turke mbi emrin Gropa, pastaj e kemi marrë Nikola siç na ka shënuar mbreti Zog dhe në luftën balkanike, domethënë keni pasur mbi emrin Gropa, pastaj keni bërë Nikola. Aq e vërtet ka qenë sa që fshatarët e zonës. Ku keni jetuar ju pastaj mbasi janë larguar nga Ori? Mbasi janë larguar nga Ori, kanë jetuar në Mirdita, dhe kanë pasur prona në zonën e mes Mirditës e Matit, në fakt u dha Lek Dukagjini zonën e banimit, se ishin princer dhe kishin marrëveshje, dhe me qenë se ikën këto Leka ku ka jetuar? Në këtë territor? Kush? Lek Dukagjini. Lek Dukagjini ka qenë nga Dukagjini i vogël i Matit, po ku ndodhet kjo? Ndodhet në mes Mirditës e Matit, është Dukagjini i vogël. Ka ndonjë fshat aty në fshati Dukagjini dhe aty dihet që aty ka jetuar Leka.